ndërkohë së bashku, shojmë pak recetën tjetër. Çfarë gatuajmë në vazhdim të recetave? Një kek të thjeshtë. Shojmë pak produkte e kekut. Pse e quajmë të thjeshtë? Sepse na duhet gjalp, sheqer, vanilje, pak skrip, pezvez, miell, pak sodë buke, ja 4 lugë gjelle qumësht, 1 lugë kakao, 1 lugë sheqer pluhur, dhe për ta servirur na duhen dhe lajthi, bajame, arra. Këtë radhë zgjodhëm bajamet për shembull. Aty e kemi lajthi. Mund të zgjidhni dhe lajthi. Çfarë të doni, lajthi, arra, të thonë, varet çfarë kam në? Thota të thata. Mund ta kufizojmë me një lloj. Kam një formë, ju po nëse dëshironi vendosin në formë, në të kundërt, në një tepsi shumë të thjeshtë, nuk kanë rëndësi këto. Këto janë... Këto janë ato ëmbëlsirat, ato gatimet që hudhen, na vi njëri në shpejt, të bëjmë një kek të shpejt, femine dhe përgatisim në çast. Me thënë të drejtën, edhe kalamajt i bëjnë. Rah vezët dhe miellin, ju e dini shumë mirë. Ka marrë këtë jo të kuqin, që është paron, po mora këtë që është me limon. I ka gjitha. Sepse i shkon shumë mirë. Po, flur i gatshëm për kek. Mjafton të kemi flur i gatshëm për kek dhe ai ka të gjitha. I ka të gjitha elementet që i duhen për të përgatitur një kemësh. Është 500 gramsh. Mua më duhet. Më duhet gati pak më tepër se gjysma, po. 270 a 350 kisha, 270 gram sheqer dhe 350 miell. Miell. Kjo ka aromë vanilje në fakt. Shtoj. Pra që ku kam vaniljen unë, po të dua i shtoj, po të dua nuk i shtoj. Jo, e kemi këtu, e kemi direkt këtu të përfshirë. Pra, pa i shtuar edhe sot buke, thot. Po, është përzierje e gatshme, sepse ka të gjitha elementet. Thjesht ndjeni atë aromën e vaniljes dhe i keni të gjitha këtu. Se mund të harohu, s'kam vanilje dhe ngelet pa bërë keku, ose s'kam plurin pjekës. Një përzierje e vezëve, i shpërbëjmë ato. Po, ju që s'keni qumshin. Shumë mirë, shtoni ujin. Unë kam përdorur sheqer pluhur. Po. Kam përdorur sheqer pluhur. Nuk kam nevojë që të pres, që të mos të gjejmë zhurmën e kërcitjes së kristalit. Shtoj masën e kripës. Këtu kam vaniljen, po të doni e shtoni, unë e kam këtu, nuk e shtoj. Ja ndje një herë sa aromë të këndshme që ka. Sepse është vanilje, shtoj. Kakaon. Marr pak. Në fund do të shtojmë miellin, pastaj edhe bajamet. Një formë të tillë për ta lyer, ta lyej pak me yndyrë. Qumësht, ujë, gjalp ose vaj. Këto janë 2 përbërësit që ju shumë mirë i zëvendësoni. Me bajame, lajthi, arra, I ke vendosur pak në ujë? I kam vendosur në ujë që në fund fare unë të kem mundësi ti pres me thik si fletza. Në të kundërt, ka shumë njerëz, sikurse jam edhe unë, që kanë problem me lëkurën e bajames. Vendoseni në ujë dhe nuk do ta keni atë problem. Nuk kam nevojë të sis fare miellin. Kam nevojë vetëm të shoh masën, gjë që ju e keni aty. Këtu, ja. Tani ke shtuar gati 200, duhet të shtosh akoma edhe. Pra shiko sa përhapet aroma e vaniljes. Varet nga vezët, varet nga sasia ujë që kemi shtuar. Kështu që këtë na e tregon thjesht unë kam shtuar, jo pa qëllim, ujë më tepër. Kam masën e gjalpit që do ta përziej. Ne ke këtu pastaj me vaj. Vaj të përzier shtoj unë. Unë shtoj vaj të përzier dhe jo extra virgin. Nëse ne duam që keku të jetë kështu
si s'fujnë gjerë, me ato poret e hapura, ta jo, është e bëjkëndshme, ne e bëjmë pak të ujshme. Nëse ne duam pak më të ngjeshur, ne i shtojmë miell më tepër. E kuptojmë. Ne si e duam sot? Si të do shpirti jotë. Mjafton ta gatuash ti dhe unë si që ta gatuash ti, si që të duash ti. Atëherë, shtoj dhe pakës fare, dhe këtë pjesën këtu e lejo pa qëllim që nesër të bëj diçka. Me grunjëm të proj kam një ashure nesër. Por nuk mund të bëja do 2 ashure, që kështu për trashin e lëngut, që ne edhim shumë mirë njëse shten, por mua më ka dhënë mundësin shumë mirë mielli aromatik me vanilje. Me thonë drejton, pas ka mjaftueshëm vanilje dhe aroma ndihet. Kremi është i mëndafshtemi, ka të shkëlqimin, është delikat, është i but, është i një trajtshëm, është homogjen, të gjitha të mirat i ka ky kremi që u bë tani, kremi me kakao, i gatshëm për ta shtuar tek forma e kekut. Një formë modeste, thjesht, për gjithë familjen. E çfarë bëjmë? E konsumojmë në pasditet tona, mund ta marrim me vete në punë, konsumojmë. Unë jo pa qëllim, një pjesë do ta lë në formë dhe pjesën tjetër unë do ta kaloj në format individuale. Po mirë. Shtoj këtë mas, pjesën e tepër të vajt e kalova. Po të doni mund të shtoni lajthit, bajamet, arat, frutat e thata, mund të shtoni në brënda. Opa. Deri më tepër nuk do ta shtoj, sepse bëjmë dhe ato formën. A di pse? Do të fryhet. Sepse volumi do kaloj. Po, kemi llogaritur edhe për format e tjera. Direkt në furr. Në furr të parangrohur, patjetër, në 200 gradë, asnjëherë mos vendosi ku keni mishin e pulës apo që duan temperaturë të fuqishme, sepse do ju piqet dhe brenda do të jetë. Po. Gjithsesi ne do ta pjekim sipas kushteve që i duhet pjekja, si e tavës që vendosëm, si e kekut, dhe më pas anvisat e shohin në foton përkatëse në YouTube, do t'i dhe në të dyja receta. Të lumshin duar. Faleminderit. Ne pas publicitetit do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt në afër Leskovikut, në Erseku na pret Nida, për të treguar gjithë historinë si ndodhi që shtëpia e saj u shkrumbua e gjitha mori flak vetëm pak ditë më parë, kështu që pas publicitetit na ndiqni.